të ankimoj në gjykatën kushtetuese. Zoti Berisha, zoti Domani ka përfunduar tashmë mandatin dhe në kryet e SPAK kemi një drejtues të ri, Klodian Braho. A keni ju një qëndrim për të? Tani, Domani e mbyll me faqe të zezë, me pasuri të fshehura. E mbyll... A keni prova për këtë, zoti Berisha? Urdhë? A keni prova për këtë? Të plota, më falë, të them unë ty. Të them unë ty, jam ish president dhe ish kryeministër. Dhe në fakt, jap garanci të plot para çdo shqiptari se asnjë rrogtar i këtij shteti përfshi presidenti dhe kryeministri nuk mund të bëhet me 3 de facto me 4 në rrogën e shtetit. Nuk të lejon kursesi. Por ky s'ka 3, ka 4, sepse ky deklaron se jam me qera tek vjerri. A e kuptoni ju tani se çfarë mashtruesi është? Me qera tek vjerri. Po të thoshte se vjerri i ka bërë dhurat vajzës së vet një apartament, unë absolutisht do ta pranoja se baba vajzës i bën dhe dhurat. Te nuk do të avija në diskutim. Por apartamenti është ndërtuar, ky është aksioner aty dhe thot jam me qera tek vjerri. Po kujt ja thot ky këte? Ku gjen këte? Ku i gjeti ky 3 apartament, pronar me 3 apartamente? Cili është? Cili njeri mund të ketë me rrogën e shtetit 3 apartamente? Ja po ta them unë. Me rrogën e shtetit kam arrit të ble gjithsej 40 metër katror ndërtim. Mund ta blija, po duhet më shumë, po duhet blija mirë kredi. Pa kredi me rrogë nuk blijen. Pra, ky ka... Keni një akuzë, zoti Berisha, zyrtare në lidhje me të gjithë aktivitetin tuaj. Jo, një minutë. Urdhë? Ju keni një akuzë zyrtare, zoti Berisha, nga SPAK, dhe fakti që keni një akuzë zyrtare, a ju bën në konflikt interesi? Për çfarë është akuza me që thoni ju? Tani ta vendos gjykata. Jo, një minutë. Me që se e përmendat, unë s'desha s'duhet nuk jam marrë me të këtu. Po ajo është një histori mashtrimi dhe falsifikimi gjerë në qiell. E di çfarë thanë këta në fillim apo jo? Ka marrë vendime për të favorizuar dhëndrin. A e din çfarë thonë apo jo? Jo, nuk ka vendime, po ka përfituar nga vendimet. E kupton apo jo? Pra, pasi mashtruan publikun se vendimi numër aq e kaq i ministrisë për përdorimin e kryeministrit për përdorimin e letrave me vlerë u bë me qëllim që të përfiton të dhëndri, dhe kur doli se dhëndri kishte përfituar gjithsej 64 euro, se i kishte paguar të gjitha para vendimit, atëherë mbetën mashtrues ordiner dhe thanë, jo, nuk ka vendime nominale, nuk e ka bërë me këte paj, ka përfituar 64 euro. E kupton çfarë mashtruesi ordiner janë këta? Çfarë thanë? Një minutë. Çfarë thanë tjetër? Ja u ndryshoi destinacionin. Destinacionin e ka ndryshuar Edi Rama edhe para privatizimit nga pronarët të mjeteve, po nuk guxojnë ta thrasin Edi Ramën. Personi që ka ndryshuar destinacionin e ndërtesave dhe të terrenit është pikërisht Edi Rama, sepse bashkë me vllain e tij kishin ndërmend të ndërtonin aty një qytet të veçantë. Pra, në qoftë se Edi Rama, me që thuhet, në qoftë se Edi Rama ka firmon